Piu 2 gota hire për një muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Keni dëgjuar ndonjëherë për hirrën? Ndoshta, emri nuk e ka dhe aq të bukur sa çka vlerat kurative që mbart, aq sa njerëzit e krahasojnë atë me qumshtin e xhirit. Hira është një lëng i cili përfitohet pasi keni bërë djathin. Për të bërë të paktën 1 kilogram hirrë djathi, na duhet 10 litra qumësht, ku 9 prej të cilave do t'jenë hirrë. Për të nxjerrën më të mirën nga kjo pije, ekspertët këshillojnë që të pini maksimalisht gjysmë litri në ditë hirrë dhe nëse doni maksimumin e efekteve, atëherë të përdorni hirrën e qumshtit të dhisë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pioneri i kërkimit për sistemin imunitar, Elie Mettinkov, njëkohësisht fituesi i çmimit Nobel në psikologjinë e mjekësisë në vitin 1908, e ka vlerësuar së tepërmi futjen në dietën e përditshme të hirrës. I quajtur ndryshe babai i imunitetit mes natyrales, Mettinkov ka thënë se hira ka efekte të pakrahasueshme në sistemin gastrik. Jetëgjatësia dhe mosprekja e popullatave të ndryshme nga komplikacionet e shëndetit ja atribuohet pikërisht konsumit të hirrës nga këto popullata. Hira përmban 16 lloje të proteinave, 8 minerale, vitamina kryesore ato të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjerë të shëndetshëm. Hira është një zgjedhje efektive për shëndetin e veshkave. Hira bën një punë të shkëlqyer duke pastruar veshkat, madje në disa raste duke shkrirë edhe gurët në to, citon WebMed. Nuk është rastësi përse doktorët rekomandojnë masivisht konsumin e hirrës te persona të cilët të vuajnë nga veshkat. Hira ndihmon në largimin e helmeve nga mëlçia. Mëlçia është organi i shkëlqyer i vetmi në trupin e njeriut që ka fuqinë e rigjenerimit. Ky organ kryen një sër funksione të rëndësishme në trup, për ta mbajtur atë më të shëndetshëm. Studime të ndryshme kanë treguar se përbërësit e nxjerrë nga hira, sidomos proteina hirrës, ka veti të mira mikrobike dhe antivirale, forcon sistemin imunitar dhe mund të mbrojë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe të rrisë performancën aktivitetit fizik. Kjo pije e varfër në pamje, por jo në përmbajtje, ka beta-laktobulin, e cila furnizon organizmin me aminothartira BCA, të cilat ndihmojnë te sëmundjet e avancuara të mëlçisë, të sëmurëve, të cilët u mundëson edhe të bëjnë një jetë të gjatë dhe më cilësore. Hira nuk ka asnjë arsye që të mos jetë kryepija juaj gjatë verës. Hira është e mirë në tonifikimin e muskujve dhe ka efekte të mira dobësuese. Hira rekomandohet gjithashtu për të rënë nga pesha, duke qenë nëse proteina e saj ndihmon për të dobësuar dhe për të rritur masën muskulare. Përveç kësaj, ajo u jep ndjesinë e ngopjes duke ndikuar te niveli i hormoneve në uljen e ureksit. Ndryshe, atyre që u pëlqen sporti, në vend të kokrave energjike që marrin, mund të përdorin pikërisht këtë pije, pasi fakti se ajo përmban shumë proteinë jep energji muskujve dhe mbi të gjitha edhe trupit. Hira forcon kockat dhe pengon gjithashtu krijimin e problemeve siç është osteoporoza. Sigurisht që hira nuk ka asnjë yndyrë që ka qumshti dhe është një zëvendësues i mirë i tij për sa i përket vlerave ushqyese. Nga studimet rezulton se hira përmban 16 lloje të proteinës, 8 minerale, vitamina kryesore të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjerë të shëndetshëm dhe është pikërisht kjo për përmbajtjen që ka edhe në elementet e ushqyesit për shëndetin. Pija magjike ndihmon edhe në periudhën e prekjes së femrave nga osteoporoza, pasi do të furnizojë kockat e tyre gjithashtu me ushqyesit të nevojshëm për të qenë më të forta dhe gjithashtu edhe më të shëndetshme. Përfshirja e hirrës në dietën tuaj mund të rregullojë yndyrën e tepërt në gjak. Hira u rekomandohet njerëzve të cilët kanë probleme me yndyrën e tepërt në gjak. Pas vetëm disa javëve të konsumit të rregullt do të shikoni efekte të mrekullueshme. Hira do të largojë gjithashtu problemet tuaja të stresit. Hira nxit prodhimin e serotoninës, hormoni lumturisë dhe kështu zvogëlon edhe ndjenjat e stresit në organizmin tuaj. Përgatitja e kësaj pije në kushte shtëpie mund të bëhet fare lehtë. Zieni 1 litër qumësht e kur tjetër në vlim e sipër, hidhni disa pika limon që të pritet. E lini të ftohet dhe ndani veç lëngun e tejdukshëm që ngjitet sipër. Pra hirrën, hidheni një shishe qelçi dhe konsumoni fillimisht nga 1 gotë në ditë.
Pjesa që do të mbetet si salcë vlen po aq shumë sa lëngu. Një lugë e saj po të tretet në ujë dhe të konsumohet, jep efekte pozitive në dobi të organizmit tuaj. Përfshirja e hirës në dietën tuaj ka efekte të mrekullueshme për organizmin. Për sa kohë e pini brenda normës së lejuar dhe pa shtesa të kripës në të, atëherë ndikimet e saj do të jenë të plota dhe të mrekullueshme në dobi të trupit. Gjithashtu është e rëndësishme që hira të konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj. Për sa kohë ajo mund të jetë natyrale dhe përgatitur vetë në kushte shtëpie, rezultatet që ofron organizmit e cilësojnë atë si një nga pijet më të mira edhe për tonifikimin e muskujve. Hira është një lëng si uji, një ngjyrë e gjelbër shumë e çelur që del kur pritet qumshti dhe kur kullojmë djathin e njom ose që nxirret kosi pasim pikset. Hira mund të jetë e zjerë, hira e qumshtit, hira e djathit, duke qenë se shumë njerëz nuk janë në ndjeni të vlerave ushqyese që ajo mbart, e hedhin pasi kullojnë gjizën ose djathin. Ky nën produkt i qumshtit përmban proteinë, laktozë, minerale si kalciumi, fosfori, magnezi, zinku, vitamina si vitamina B2, B6, B12, C dhe K, aminoacide dhe yndyrna të shëndetshme. Mineralet mbrojnë qelizat dhe parandalojnë një sër komplikacionesh, si tensioni i lartë i gjakut, goditja në tru, sulmi në zemër. Proteinat parandalojnë osteoporozën, rregullojnë nivelin e kolesterolit, parandalojnë gjithashtu formimin e pllakave bakteriale në dhëmbë dhe rrisin masën muskulare, forcojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar, lehtësojnë stresin dhe rigjenerojnë shëndetin e mëlçisë. Mëlçia është organi vetëm në trup që ka gjithashtu funksion rigjenerimi. Ky organ kryen një sër funksionesh të rëndësishme në trup për ta mbajtur atë edhe më të shëndetshëm. Studime të ndryshme kanë treguar se përbërësit e nxjerrë nga hira, sidomos proteina hirës, ka veti mikrobale dhe antivirale, forcon sistemin imunitar dhe mund të mbrojë nga sëmundjet kardiovaskulare që rrisin performancën e aktivitetit fizik. Hira rekomandohet gjithashtu për të rënë nga pesha duke qenë se proteina e saj ndihmon për të dobësuar dhe për të rritur masën muskulare. Përveç kësaj, ajo u jep ndjesinë e ngopjes duke ndikuar te niveli i hormoneve që ulin oreksin. Dikur hira ka qenë pjesë e pijeve të preferuara nëpër bujtina ose në kafene. Mesatarisht për 10 litra qumësh do të fitohet 1 kilogram djath dhe 9 të cilat do të ngelen janë hira. Mund të thuhet me siguri se hira është plot e shëndetshme dhe e këshillueshme që të përdoret në dietën tuaj. Sa më e freskët të jetë ajo, aq më shumë përfitime do të ketë në dobi të organizmit. Ekspertët këshillojnë hirën e përgatitur vetë në kushte shtëpie, në mënyrë që ndikimi i saj të jetë sa më fitimprurës në dobi të mbrojtjes së vlerave të trupit. Gjithashtu hira mund të jetë një pije e cila mund të përgatitet vetë në kushte shtëpie. Ndikimi i saj do të jetë i menjëhershëm. Studime të reja të botuara në revistën Clinical Nutrition tregojnë se hira ndihmon për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve të mëlçisë dhe jamosur dhe sëmundjeve të zemrës. Pas vetëm 4 javëve të shtimit të proteinave të hirës në ushqim, të dhënat kryesore të yndyrës u ulën ndjeshëm dhe patën gjithashtu një përmirësim më të mirë të shëndetit të veshkave. Përdorimi i hirës do të ulë ndjeshëm sasinë e yndyrës në organizmin tuaj, citojnë ekspertët. Ekipi mjekësor i Universitetit të Lozanës në Zvicër, të cilët cituan studimin, tregojnë se proteinat e hirës janë efikase gjithashtu për të mbarvajtur shëndetin tuaj të mëlçisë dhe për të parandaluar kështu edhe komplikacionet e saj. Hira është e mirë për pastrimin e gjakut. Megjithatë, është e rëndësishme të mos tepërohet dhe të mos shtohen shtojca të ndryshme të kriprave, të cilat mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Hira është e mirë për personat të cilët merren edhe me aktivitete sportive. Hira ka përmbajtje të mirë të elementëve ushqyes. Është fakt i njohur tashmë se hira e konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe për të tonifikuar masën muskulare. Studimet tregojnë se proteinat që gjenden te hira janë shumë të mira për të rindërtuar masën tuaj muskulare. Ajo ju mban të ngopur për më gjatë dhe gjithashtu do të ndihmojë organizmin tuaj të qëndrojë gjithmonë më i shëndetshëm dhe të balancojë edhe aktivitetet tuaja të përgjithshme. Ndaj përdoreni si duhet në nevojë të shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.